Në rrjetet sociale po qarkullojnë postime të vjetra të cilat pretendohet se janë bërë nga Rozana Radi gjatë kohës kur Neda Balluku ishte pjesë e Big Brother 4. Në këto postime Rozana shpreh qëndrime të forta kundër Nedës, duke përfshirë edhe shprehjen: "Mbajeni këtë Nedën larg nga rrugët kryesore kur të dalë, se do ta shtyp me makinë, ama acaroj." Rozana gjatë qëndrimit në shtëpi ka shprehur shqetësime për çështje nga e kaluara që lidhen me Neda Ballukun, e cila tani është opinioniste e spektaklit. Kur ka qenë Neda në Big Brother para shumë vitesh, kam bërë statuse në Facebook dhe kur ka dalë ka thënë: "Më ka rënë Rozana. Tani i ka rënë guri në dorë. E di që e ka me mua, por s'ka problem, unë po e dëgjoj", është shprehur Rozana gjatë qëndrimit në shtëpi. Në diskutimet mes tyre gjatë prajmeve, Neda ja ka bërë të qartë Rozanës që ka qenë kjo e fundit, që është marrë me një vajzë të re që nuk i kishte bërë asgjë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.